Kur të ktheheni te ata do t'ju kërkojnë falje. Thuan ju, mos u arsyetoni, ne nuk ju besojmë, për gjendjen juaj na ka njoftuar Allahu. Veprën tuaj do ta shoh Allahu dhe i dërguari i tij, e pastaj ju do të ktheheni te ai që i di të fshehtat dhe të dukshmet, e ai do t'ju lajmëroj për atë që keni vepruar. Ata do t'ju betohen në Allahun kur të ktheheni te ata për të mos i qortuar, ju pra hiq në tyre, ata janë të ndyrë, e vendi i tyre do të jetë xhehenemi, shpërblim për atë që fituan. Ata ju betohen juve që të jeni të kënaqur ndaj tyre, e nëse ju shprehni kënaqësi, Allahu nuk është i kënaqur me popullin e paturpshëm. Arabët beduin janë të pajisur me mohim e hipokrizi më të fortë dhe janë më të përshtatshëm për të mos i njohur dispozitat që i zbriti të dërguarit të tij Allahu. Allahu i di çështjet, ai është i urtë. Ka disa beduin që për atë që e jep e konsideron si të dështuar dhe presin kthesa kundër jush. Kundër tyre e ardhmja qofte keqe, Allahu dëgjon, di. Po, ka edhe disa nga beduinët që besojnë Allahun dhe botën tjetër, dhe atë që e japin e konsiderojnë afrim te Allahu dhe bekim te i dërguari. Veni re, ato janë afrime te Allahu për ta, e Allahu do t'i përfshi në mëshirën e tij. Allahu fal dhe është mëshirues. Allahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve, migruesve dhe prej ensarëve, vendasve ndihmëtar, dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Atyre u ka përgatitur xhenete në të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë për jetë të pasosur, e ky është fitimi i madh. Edhe rreth jush ka beduin që janë hipokrit, e edhe nga banorët e Medinës që janë përcaktuar për hipokrizi. Ti nuk i di ata, ne i dim, ata do t'i dënojmë 2 herë, pastaj shtyhen në dënimin e madh. Ka edhe të tjerë që i kanë pranuar mëkatet e veta, ata përzihen vepra të mira, e edhe të tjera të këqija. Atyre do t'u afal Allahu, se ai i fal atij që pendohet e mëshiron atë që përmirësohet. Merr prej pasurisë së tyre, të atyre që pranuan gabimin, lëmosh që t'i pastrosh me të dhe të shtosh të mirat dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. Allahu dëgjon dhe sheh. A nuk e ditën ata se Allahu është ai që pranon pendimin e robëve të vet, pranon lëmoshat dhe se vetëm Allahu është ai që shumë pranon pendimin dhe është mëshirues. Dhe thuaj, veproni, Allahu do të shoh veprën tuaj dhe i dërguari i tij e besimtarët, e më vonë do të ktheheni te njohtësi i të fshehtës dhe të dukshmes, e do t'ju njoftoj për atë që vepruat. Ka edhe të tjerë që janë duke pritur urdhrin e Allahut, a do t'i dënoj apo do t'i fal pas pendimit. Allahu e di gjendjen e tyre dhe di ç'bën me ta. Nga hipokritët më të shëmtuarit janë edhe ata që ndërtuan xhami sheri, mosbesimi e përçarjeve mes besimtarëve dhe ftuan në pritje solemne atë që më parë kishte luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Ata do të dëbohen. Ne nuk kemi pasur tjetër qëllim vetëm për të mirë. Po Allahu dëshmoi se ata vërtet janë renacak. Ti mos u fal aty kur një xhami e cila prej ditës së parë është themeluar në respekt ndaj Allahut, pa hile, është më e drejtë të falesh në të, aty ka burra që dëshirojnë të pastrohen mirë, e Allahu i do të pastrit. A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të Allahut, apo ai që në ndërtesën e vet e themeloi buzbregu të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon njerëzit zullumçar.
Ndërtesa e tyre, të cilën e ndërtuan ata, e që shembi pejgamberi, vazhdimisht do të jetë mlef në zemrat e tyre, pos nëse pëlcasin zemrat e tyre, Allahu di është i urtë. Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasurinë e tyre me xhennet. Luftojnë në rrugën e Allahut, mbysin dhe mbyten. Allahu dha premtim të cilën e vërtetoi në Tevrat, Injil e Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vet se Allahu? Pra, gëzon ju tregtisë që bët me të. Ky është suksesi i madh. Të xhenetit janë edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata që falenderojnë, ata që agjerojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë sejdë, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e Allahut. Pra, përgëzoj besimtarët. Nuk është e drejtë për pejgamberin e as për besimtarët të kërkojnë falje për idhujtarët, edhe nëse janë të afërt të tyre, pasi që ta kenë të qartë se me të vërtet ata idhujtarët janë banues të xhehenemit. Edhe lutja e Ibrahimit për babain e vet nuk ishte tjetër pos për shkak të një premtimi që ja pat premtuar atij, e kur i u bë e qartë se ai ishte armik i Allahut, u largua prej tij. S'ka dyshim, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i butë. Allahu nuk e humb një popull pasi që ta ketë udhëzuar atë, para se t'ju sqaroj atyre se prej çka duhet ruajtur. Allahu është i gjithdijshëm për secilin send. S'ka dyshim se sundimi i qiejve e i tokës është i Allahut. Ai jep jetë dhe vdekje, e ju përveç Allahut nuk keni përkrahas tjetër. Allahu i afali pejgamberit edhe muhaxhirëve edhe ensarëve, të cilët në çastin e vështirë shkuan pas tij, kur nga vështirësitë zemrat e një grupi nga ata gati u lëkundën, por ai u afali, i stabilizoi zemrat e atyre. Vërtet, ai është i butë, i mëshirshëm ndaj tyre. Ai u fali edhe atyre të treve, të cilëve ju pat shtyr aq pranimi i pendimit, sa që toka u bë e ngushtë për ta, përkundër gjerësisë së saj, kur u ngushtuan edhe shpirtrat e tyre, sa që u bindun se nuk ka strehim prej Allahut tjetër ku poste ai. Prandaj edhe atyre u afali ai, në mënyrë që të pendohen. Allahu pranon pendimin se është mëshirues. O ju që besuat, ta keni në kujdes Allahun dhe të jeni me ata të drejtit. Nuk ishte me vend për banorët e Medinës e as për ata që ishin rreth tyre nga beduinët të ngelin pa shkuar pas të dërguarit të Allahut, as të kursen veten e tyre ndaj vetes së tij, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se ata nuk i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin ndonjë vend që i hidhron mosbesimtarët, dhe nuk arrin kundër armikut çka do qoftë, mbytje, robërim të tyre ose ngallnim mbi ta, vetëm se të gjitha ato do t'u evidentohen atyre si vepër e mirë, shpërblyese. Allahu nuk u humb shpërblimin veprimirëve. Dhe nuk japin kontribut të vogël ose të madh, nuk ka përcen ndonjë lum, e që të mos u shënohet për shpërblim atyre, për të shpërblyer Allahu më së miri atë që vepruan. Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët, e përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojnë një grup për t'u aftësuar në detyrinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehet te ata, në mënyrë që ata ta kuptojnë e të ruhen. O ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i keni afër jush, e le ta ndihen për jush grushtën e fortë kundër tyre. E dinë se Allahu është me të devotshmit. E kur zbret ndonjë kaptin, ka prej tyre që thonë: cilit prej jush u ashtoi kjo besim? Sa u përket atyre që besuan, atyre ushtohet besimi dhe gëzohen për të.
e sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo, zbritja e kaptinës, dytësisë së tyre ushton dytësi dhe ata vdesin si jo besimtar. A nuk e shohin ata se për çdo vit sprovohen një herë apo dy herë, e përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim. E kur zbret ndonjë kaptin për turpësinë e tyre, ata shikojnë njëri tjetrin, e thonë mes vete, a ju pa ndokush ju e pastaj largohen. Allahu prapësoi zemrat e tyre nga se ishin popull që nuk kuptonte. Juve ju erdhi i dërguar nga lloji juaj, ati i vije rënd për vuajtjet tuaja, sepse është lakmuesi rrugës së drejtë për ju, është i ndihshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Po nëse ata refuzojnë atë që u sjell, atëherë thuaj, Allahu është për mua mjaft, s'ka të adhuruar posti, vetëm te ai jam mbështetur, e ai është Zot i Arshit të Madh. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të pacenueshëm. A ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre, i tham, tërhiqja u vretje njerëzve, kurse ata që besuan gëzoi se me të vërtet kanë pozitë të lartë të Zoti i tyre. E ata që nuk besuan, than, s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Vërtet, Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt e tokën brenda 6 ditësh e pastaj qëndroi mbi arshin. Ai e rregullon gjendjen, ndërmjetësues nuk do të ketë vetëm po që se lejon ai. Ky madhëria e tij është Allahu, Zoti juaj, pra adhurojeni atë, a nuk merrni mësim. Kthimi të gjithë juve është ai, premtimi i Allahut është i vërtet. Ai e filloi krijimin e pastaj e përsërit atë për t'i shpërblyer me të drejtë ata që besuan dhe bën vepra të mira. E për ata që mohuan, ka pije të val dhe dënim të dhëmshëm për shkak se ata mohonin. Ai e bëri diellin shëndritës e hënën dritë dhe asaj hënën i acaktoi fazat që ta dinin numrin e viteve dhe llogarin. Allahu nuk krijoi këtë për tjetër pos me qëllim të caktuar. Ai i asqaron argumentet një popull që kupton. Në ndërimin e natës e të ditës dhe në çka krijoi Allahu në qiej e në tokë, vërtet ka fakte për njerëzit që kanë ndroj. Ata që nuk presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e dynjas dhe kanë gjetur prehje në të, dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona. Vendi për të tillët është zjarri për shkak të asaj që punuan. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre për shkak të besimit të tyre i udhëzon në xhenete të begatshme në të cilët rrjedhin lumenj. Lutja e tyre aty është: I lartë o Allah, e përshëndetja e tyre është selam, dhe lutja e fundit e tyre: falëndërimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. Sikur Allahu t'ua shpejtonte njerëzve pranimin e kërkesës për të keqen, ashtu si e pranon shpejtimin e kërkesës për të mirën, atyre do të përfundonte afati i vdekjes. Po ne, ata që nuk janë të bindur se do të vinë para nesh, i lëm të bredhin në mashtrimet e tyre. E kur njeriun e godet dëmi, ai na lut qof shtrir, ulur ose në këmbë, e kur ne i alargojmë të keqen, ai sikurse të mos na ishte ulur fare për dëmin që e pat goditur. Kështu kriminalëve u duket mirë ajo që veprojnë. Ne kemi shkatruar gjenerata para jush, o i dhujtar, pse nuk besonin, edhe pse të dërguarit u erdhen me argumente të qarta. Kështu shpërblejmë ne njerëzit kriminal. Pastaj, juve ju bëm zëvendësues pas tyre në tokë për t'ju parë si do të veproni.
Dhe kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata që nuk besojnë takimin ton, ringjalljen, thonë: "Sillna një Kur'an tjetër, ose ndryshoje këtë." Thuaj: "Mua nuk më takon që ta ndryshoj vetë, unë përcjelli vetëm atë që më shpallet. Unë, nëse kundërshtoj Zotit tim, i friksohem dënimit të një ditës të madhe." Thuaj: "Sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ua kisha lexuar juve atë, as nuk u kisha njoftuar me të. Unë para ti kam jetuar në mesin tuaj, as nuk kam ditur, as nuk kam lexuar. A nuk mendoni? A ka më mizor se ai që shpif ndaj Allahut gënjeshtër ose përgënjeshtron faktet e tij? Mëkatarët vërtet s'kan për të shpëtuar. Ata, pos Allahut, adhurojnë çdo gjë që nuk bën as dobi, e thonë: "Këta janë ndërmjetësuesit tanë te Allahu." Thuaj: apo informoni Allahun me diçka që ai nuk e di se çka në qej dhe në tokë. I pastër është madhëria e tij nga ajo që i shoqërojnë. Njerëzit nuk ishin tjetër pos të një feje e u përçan, e sikur të mos ishte caktimi i hershëm nga Zoti yt, do të përfundohej me dënim mes tyre për atë që ishin të përçar. Dhe thonin: "Përse nuk i vjen atij Muhamedit ndonjë mrekulli nga Zoti i tij?" Po ti thuaj: "E fshehta është çështje vetëm e Allahut, ai sjell mrekulli. Prandaj ju pritni se edhe unë së bashku me ju po pres." E kur ne u adhurojmë njerëzve mëshiren, pasi t'i ketë goditur e keqja, skamja, kur që ata u bëjnë hile argumenteve tona. Thuaj: Allahu është më i shpejti në ndëshkim. S'ka dyshim, përcjellësit tanë me laiket regjistrojnë atë që po thoni ju. Ai, Allahu, u a bëri të mundshëm udhëtimin në tokën e det, deri kur jeni në anije që lëndrojnë me ta, me udhëtarët, me anë të një ere të lehtë dhe janë të lumtur me të, me erën e lehtë, ia beh një erë e fortë dhe nga të gjitha anët rrethohen nga valët dhe binden se janë shkatruar, e lusin Allahun pa far përzierje të idhujve, duke thënë: "Nëse na shpëton nga kjo katastrofë, ne do të jemi gjithnjë falendërues." E kur ai, Allahu, i shpëtoi ata, ja, ata veprojnë mbrapsht në tokë, pa arsye. O ju, njerëz, kryenëqësia juaj është vetëm kundër vetes suaj, është përjetimi i jetës së kësaj bote, pastaj kthimi juaj është te ne, e ne ju shpërblejmë për veprimet tuaja. Shembulli i jetës së kësaj bote është si një shiu që e kemi zbritur nga qielli, e me anën e të cilit gëshetohen bimët e tokës, bin dhe shpeshtohen të gjitha llojet, prej nga han njerëzit e kafshët, deri kur toka të ketë marrë stolinë e vet dhe të jetë zbukuruar me bim, pemë e behar, e banorët e saj të mendojnë se janë të zotët e saj, e asaj i vjen urdhri ynë, natën ose ditën, ne e bëjmë atë të mbjellat, të korrur sikurse të mos ekzistonte dje. Kështu ne u sqarojmë faktet njerëzve që mendojnë. Allahu thëret për në xhennet dhe atë që do e vën në rrugë të drejtë. Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira xheneti, edhe më tepër e shohin Allahun. Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhuri i zi as në çmimi. Ata janë banues të xhenetit, aty janë përgjithmonë. E ata që bën të këqija, dënimi i së keqes është aq sa është ajo, ata i mbulon poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu fytyrat e tyre, por si t'i kishte mbuluar ndonjë copë e errët e natës. Ata janë banues të përjetshëm të zjarrit. Atë ditë i të bojmë të gjithë, ndërkaq atyre që i kanë bërë shok Allahut u themi: rrini në vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj,
ne ndajmë ata, e idhujt e tyre u thonë, ju nuk na adhuruat ne. Allahu na mjafton si dëshmues mes nesh e jush, kështu u thonë idhujt idhujtarve. Ne nuk dim gjë për adhurimin tuaj ndaj nesh. Ne nuk dëgjojmë, nuk shohim e nuk kuptojmë. Aty në atë vend, se cili njeri provohet me atë që e ka bërë më parë dhe kthehen te Allahu, syndimtari i tyre i vërtet dhe humb shkon huq prej tyre ajo që trillonin se do t'u bëjnë shefat. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët tuaj, kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje. Ata do të thonë, Allahu. Ti thuaj, a nuk friksoni dënimit? E ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet. Pas të vërtetës nuk ka tjetër pos iluzione, e si po ia ktheni shpinën të vërtetës. Kështu është pra vendimi i Zotit tënd kundër të shfrenuarve pse ata nuk besojnë. Thuaj, a ka prej idhujve tuaj ndokush që ta filloj krijimin e mandej atë pas vdekjes ta rikthej? Thuaj, Allahu e nis krijimin dhe sërish e rikthen, si i largoni pra së vërtetës? Thuaj, a ka ndokush prej idhujve tuaj që ndonjë të humbur ta drejtojë në rrugën e drejtë? Thuaj, vetëm Allahu udhëzon në të vërtetën. Atëherë pra, a është më e drejtë të shkohet pas tij që udhëzon në rrugën e drejtë apo pas tij që nuk udhëzon, sepse nuk mund të udhëzoj as vetveten, vetëm nëse prej dikujt tjetër udhëzohet. Ç'është me ju, si gjykoni? Shumica e tyre nuk përkojnë tjetër po supozim, e supozimi nuk është asgjë ndaj të vërtetës. Allahu di shumë mirë për atë që punojnë. Nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur'an është i trilluar prej dikujt pos Allahut, por është vërtetues i asaj shpalljes që ishte më parë dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka far dyshimi se është i zbritur nga Zoti i botëve. Përkundër kësaj, ata, idhujtarët, thonë se atë e trilloi ai, Muhamedi. Ti thuaj, sillni pra ju një kaptin të ngjashme me këtë, madje thirrni këtë doni në ndihmë, pos Allahut, po që se jeni të drejtë në atë që thoni. Por ja, ata përgënjeshtruan atë, Kur'anin, pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Po kështu gënjenin edhe ata që ishin më përpara. Shiko se ishte përfundimi i zullumçarëve. Ka prej tyre të cilët u dërgua Muhamedi që e besojnë atë, Kur'anin, e ka prej tyre edhe asish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokfortit. Po nëse ata të përgënjeshtruan ty, thuaj, mua më takon shpërblimi nga vepra juaj, ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë, as për atë që bëni ju. Ka prej tyre që të dëgjojnë kur lexon për formalisht. A mund të bësh të shurdhëtin të dëgjoj, edhe kur ata nuk kuptojnë? Ka prej tyre që të shikon ty, duket se po të shikon. A mund ta udhëzosh ti të verbërin kur ata nuk shohin të vërtetën? Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bëjnë të padrejt vetës së tyre. Përkujto ditën kur i tubojnë ata, atyre duket sikur nuk qëndruan në dynja, vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut edhe nuk gjetën udhën e drejtë. Nëse ta bëjmë të mundshme të shohësh diçka nga dënimi që u premtuam atyre, mirë, ose ta marrim shpirtin ty, kurse ti nuk sheh gjë, e ardhmja e tyre është vetëm te ne. Allahu është dëshmuesi i asaj që punojnë.
secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim, dënim, nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund të sjell vetës sime as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vi afati i tyre, ata nuk mund ta vonojnë as për një moment, as ta ngutin. Thuaj, më tregoni nëse u vjen dënimi i tij natën ose ditën, e çka i shtyen të nguten për të kriminalet. A pasi që të ndodh dënimi, do të besoni atë? A tani, po besoni, e ju ishit ata që kërkoni të vi më shpejt. Më vonë, në ditën e Kiametit, atyre që bën zullum u thuhet, shijoni dënimin e përjetshëm, mos jeni dënuar më shumë se ç'keni merituar. E ata kërkojnë të tregosh, e do të thonë, a është e vërtet ajo që thua për dënim? Thuaj, po, pasha Zotin tim, ajo është më se e vërtet, dhe ju nuk do të mund ta pengoni kursesi. Secili njeri që ka dëmtuar veten duke mos besuar, po të ishte e tij çdo gjë që ekziston në tokë, ai do të flijonte atë për të shpëtuar. E kur e shohin dënimin, ata fshehin dëshpërimin nga hutia. Atëherë bëhet gjykimi i drejtë mes tyre, nuk u bëhet pa drejtë. Vini re, nuk ka dyshim se gjithçka që gjendet në qiej e në tokë është e Allahut. Kini kujdes, premtimi i Allahut është më së i vërtet, por shumica e tyre nuk e din. Ai jep jetë dhe vdekje, dhe vetëm te ai do të ktheheni. O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kurani dhe shërimi i asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. Thuaj, vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së tij le t'i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata. Thuaj, më thuani atë që Allahu ju dha si ushqim të lejuar, e ju nga ai diçka bët të ndaluar e diçka të lejuar. Thuaj, a ju lejoi Allahu ju, ose ju i shpifni Allahut? Po çfarë është mendimi i atyre që shpifin Allahut për ditën e Kiametit? Allahu është dhuruesi i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk falenderojnë. Ti nuk angazhohesh me asnjë çështje, nuk lexon nga ai pjesë nga Kurani dhe nuk bëni ndonjë vepër, vetëm se ne jemi prezantuesit tuaj kur ju ndërmerrni atë. Zoti tënd nuk mund t'i fshihet as në tokë e as në qiell, as sagrimca e as më e vogël se ajo e as më e madhe, por vetëm sa është evidentuar në librin e sigurt. Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër, as kur farë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepen myshde në jetën e dynjas, në çastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim në xhennet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh. Po ty të mundojnë thënjet e tyre, e tërë fuqia dhe ngallënimi i takon vetëm Allahut, ai i dëgjon dhe i di të gjitha. Ta keni të ditur se gjithçka që është në qiell e në tokë janë në pushtetin e Allahut, pra edhe i dhujtarët. E ata që pos Allahut adhurojnë, në të vërtetë nuk janë ka pasojnë zota, ata nuk janë ka pasojnë tjetër pos supozimeve, dhe nuk janë tjetër vetëm se gënjejnë. Ai, Allahu, bëri për ju natën që në te të pushoni, e ditën të ndritshme të shihni. Në këtë që bëri, vërtet ka argumente për një popull që dëgjon. Pas të gjitha argumenteve, ata, jo besimtarët, thanë, Allahu ka fëmijë,
Larg asaj është Allahu, ai s'ka nevojë, e ti është çka në qiell dhe çka në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë që ta thoni, a thoni për Allahun çka nuk dini. Thuaj, ata që tridhojnë gënjeshtër për Allahun nuk kanë për të shpëtuar. Ata kanë një përjetim në dynja, pastaj kthimi i tyre është vetëm te ne, e ne do të bëjmë që ata të shijojnë dënimin e dhëmshëm për shkak se nuk besonin. Lexoje atyre ngjarjen e Nuhut, kur i tha popullit të vet: O populli im, nëse u vjen rënd qëndrimi im në mesin tuaj, për kujtimet e mia me ajetet e Allahut, e unë i u kam mbështetur vetëm Allahut, ju vendosni për qëllimin tuaj, thini në ndihmë edhe zotat tuaj, e mos e mbani fshet, dhe zbatoni atë kundër meje e mos pritni. E nëse prapësoheni nga mësimet e mia, unë nuk u kërkoj ndonjë shpërblim, se shpërblimi im është vetëm prej Allahut. Unë jam i dhuruar të jam njëri prej muslimanëve. E ata, populli i tij, e konsideruan atë rrenacak, e ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin bashkë në anije dhe i dham që ata të jenë pasardhës zëvendësues, kurse ata që përgënjeshtruan ajetet tona i përmbytëm. Shih pra si ishte fundi i gënjeshtarve. Mandej pas ti dërguam të dërguar të popujt e tyre, të cilët erdhen dhe u sollën atyre argumente të forta, por ata nuk i besuan asaj, të cilën më parë e kishin përgënjeshtruar. Kështu, pra u vulosim zemrat atyre që kalojnë kufit. Pastaj, për tyre dërguam Musain dhe Harunin me argumentet tona, te faraoni dhe paria e rrethit të tij, por ata paraqitën krye lartësi, pse ishte popull që bënte krime. E kur u erdhi atyre e vërteta e sigurt nga ne, ata thanë: kjo nuk është tjetër pos magji e qartë. Musai tha: a të vërtetës i thoni magji, a magji është kjo, magjistarët nuk shpëtojnë. Ata thanë: mos erdhe të na largosh nga ajo feja që e gjetëm të prindërit tanë, për t'ju mbetur ju dyve mallështia në tokë, po ne nuk u besojmë juve dyve. Faraoni tha: sillmëni mua të gjithë magjistarët e aftë. E kur erdhën magjistarët, Musa ju tha: hidhni ç'keni për të hedhur. E kur i hodhën ata, Musa ju tha: kjo që e sollit ju tash vërtet është magji, po Allahu do të asgjësoj këtë, sepse Allahu nuk e përkrah veprën e të prishurve. Dhe me argumentet e veta, Allahu e fuqizon të vërtetën, donëse e urren të pabeset. Duke pasur frikë nga faraoni dhe nga rrethi i tij se do t'i torturojnë, Musait nuk i besoi kush pos një pjesë të pasardhësve të popullit të tij. Vërtet, faraoni ishte mbizotrues në tokë dhe ai ishte prej shkatërimtarve. Musa i tha: o populli im, nëse i keni besuar Allahut, vetëm atij mbështetuni, nëse jeni të dorëzuar vendimit të tij. Ata ju përgjegjen duke i thënë: Allahut ju kemi mbështetur, Zoti ynë, mos i mundso popullit mizor të na sprovoj. Dhe me mëshirën tënde na shpëto prej popullit jo besimtar. Ne i tham Musait dhe vëllait të tij, të bëni vend në Egjipt popullit tuaj, shtëpit tuaja t'i bëni faltore e ta falin namazin rregullisht. Ti, Musa, përgëzoi besimtarët. Musa i tha: Zoti ynë, ti i ke dhënë faraonit dhe parisë së tij mjete të përjetimit dhe pasurinë në jetën e kësaj bote, ashtu që o Zot ynë po i largojnë njerëzit për rrugës tënde. Zoti ynë, zhduke pasurinë e tyre, shtrëngoi zemrat e tyre e të mos besojnë derisa të shijojnë dënimin e idhët. Ai, Allahu, tha:
lutja juaj është pranuar. Prandaj, ju të dy qëndroni ashtu si jeni e mos ndiqni rrugën e atyre që nuk din. Ne i ka përcyem Beni Israilit për te detit, e faraoni dhe ushtria e tij i ndoqi mizorisht dhe armiqësisht, derisa e përfshiu atë përmbysja. E ai tha: Besova se nuk ka Zot tjetër posa ti, që i besuan Beni Israilit, edhe unë jam nga muslimanët. Ti tani beson, ndërsa ma par kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatruesve. Sot po të shpëtojmë ty, po të nxjerrim prej detit me trupin tënd të vdekur, që të shërbesh si argument për ata që vinë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzish që nuk kulumtojnë argumentet tona. Në të vërtet, ne i vendosëm Beni Israilit pas shkatrimit të armiqve të tyre në një vend të mirë, i furnizuam ata me ushqime të dobishme dhe nuk ishin të përqarë rreth fesë, vetëm pasi që u erdhi atyre dituria Tevrati. Zoti yt do të gjykojë mes tyre në ditën e Kiametit për atë që ishin përqarë. Po, fjala vjen, nëse je në dyshim për këtë që të zbritëm ty, për ngjarjet e pejgamberëve, atëherë pyeti ata që lexojnë librin para teje. Ty të erdhin nga Zoti yt e vërteta, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë. Dhe mos u bë prej atyre që përgënjeshtruan argumentet e Allahut e të bësh nga të dështuarit. Kundër atyre për të cilët ka përfunduar caktimi i Zotit tënd, ata nuk besojnë. Edhe sikur tu kishin paraqitur atyre çdo lloj argumenti, ata nuk besojnë derisa të shohin dënimin e rënd. Përse nuk pati vendbanim që të ketë besuar e besimi i tij të ketë ndihmuar në shpëtim, pos popullit të Yunusit, që pasi që besoi, ne larguam prej tyre dënimin shëmtues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat caktuar. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. Ati do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar. Nuk është e mundër për asnjë njeri të besoj, ndryshe, pos me ndihmën e Allahut, e dënimin u jep atyre që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje çka në nga argumentet në qiej e në tokë, po argumentet dhe qortimet nuk bëjnë dobi nda një popull që nuk beson. A janë duke pritur tjetër fat pos ditët e zeza si të atyre që ekzistonin para tyre. Thuaj, pritni pra, se edhe unë bashkë me ju po pres. E ne, pastaj, i shpëtojmë të dërguarit tanë edhe ata që besuan. Ja kështu është detyre jona të shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o ju njerëz, nëse ju dyshoni në fen time, unë nuk adhuroj atë që ju i adhuroni pos Allahut, por adhuroj Allahun që ju jep vdekjen ashtu si u ka dhënë jetën dhe jam i urdhëruar të jem besimtar i Zotit një. Dhe jam i urdhëruar përqëndrohu me tërë qënjen tënde në fenë e drejt e mos u bë nga idhujtarët. Dhe mos lut tjetër kë pos Allahut, ndonjë idhull që nuk të sjell as dobi as dëm, e nëse bën atë, dije se i ke bërë pa drejt vetvetes. Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, atë s'mund ta largoj kush pos ti, po nëse dëshiron të jap ndonjë të mirë, s'ka kush që mund të pengoj dhuntin e tij. E shpërblen me të atë që do nga robët e tij. Ai fal dhe mëshiron shumë. Thuaj, o ju njerëz, juve ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj, e kush merr rrugën e drejtë, ai ka vetëm për veten e vet, ndërsa kush e merr të shtrembëren, ai e ka humbur veten. Unë nuk jam roje juaj. Ti
es pas asaj që të shpadhet dhe bëhu i durueshëm derisa Allahu të gjykoj. Ai është më i miri i gjykatësve. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër, ajetet e të cilit janë radhitur në mënyrë të përsosur njëkohësisht, edhe shkoqitur nga i dishmi i të gjitha çështjeve në hollësi. Që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Unë jam dërguar nga ai qortues e përgëzues për ju. E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni, ktheuni te ai, se ai do të ju mundsoj për jetime të mira në këtë jetë deri në një afat të caktuar dhe çdo punëmiri i jep shpërblimin e merituar. Në qoftë se refuzojnë të kërkojnë falje, unë pra kam frikë për ju, dënimin e ditës së madhe. Se kthimi i juaj është vetëm te Allahu, ai ka fuqi për çdo send. Ja, ata mbështjellojnë armiqsinë në gjoksat e tyre që ta fshehin nga ai, po ta dini se edhe kur mbulohen me petkat e tyre, ai e di se çka fshehin dhe çka shfaqin. S'ka dyshim se ai e di shumë mirë çka mbajnë zemrat, qëllimet e tyre.